I erdhi fundi dhe rrugtimi të Big Brother Kosova VIP 4, sigurisht që ka qenë një edicion që ka pasur të mirat, ato të këqijat e veta, ka pasur lojtar që kanë lënë lojën, 6 lojtar për herë të parë në krejt Big Brotherat që e kanë braktisur vetë lojën, ka pasur drama, ka pasur një lloj telenovele që u ofrua nga Alba dhe nga Libi. Ana tjetër, provokimet e Albës për fen, për edhe atë lojtaren e zellë që ajo ishte me gjitha ato përplasje që kishte në shtëpi, por tani në finale janë 5 persona dhe njëri prej tyre midis Klodit, Londrimit, Elionës, Hygertës dhe Ludolis do të marrë çmimin. Se kush duhet ta fitoj, kush e meriton dhe kush është ai që ka shkuar tek audienca me energjinë e tij, me të qenurit i lirë, me të qenurit i pa ndikuar nga parëgjykimi, me të qenurit i drejt për drejt, i pa viktimizuar dhe mbi të gjitha me një dinjitet që nuk e fendoi kur njëri, nuk preku kur në plag as kënd dhe nuk bëri një lojë të pisët, ai është i pari dhe i vetmi në këtë Big Brother Londrimi. Sigurisht që fitoria do të ndahet midis tij dhe sipas asaj që unë kam parë dhe kam komentuar këto 3 muaj rresht midis Elionës, një tjetër vajzë që tregoi në këtë edicion që rinia ka guxim, nuk i tutet debateve, nuk i tutet që të ketë ballafaqime, nuk i tutet le të themi kur të tjerët e prekin tek familja dhe ajo është aty për ta mbrojtur siç e ka mbrojtur Eliona, edhe pse pjesa familjes është ana e saj më e ndjeshme, është edhe penalizimi në lojë, pasi ka krijuar një lloj perceptimi tek audienca, fillimisht me një lloj keqardhje dhe nga ana tjetër me një lloj pikpyetje të historive që i kanë ndarë, por që në fund të ditës janë realitete që ne i ndeshim për ditë dhe i kemi në familjet tona, nëse nuk do ta bënte pjesë të Big Brotherit dramën e saj familjare, por edhe të gjitha ato pikpyetje që ka të bëjnë me këtë historinë e saj, të largimit nga shtëpia e kështu e të tjera që kanë ndodhur, që i ka treguar dhe që janë rrëfyer, për mua do të dilte më e pëlqyer dhe më lojtare se sa duke përfituar apo duke prekur tek audienca një plag siç është familja. E sigurisht raporti i saj me Klodin, që për hir të së vërtetës dua ta bëj një krahasim, është bërë fiks si ato lakrat turshi që janë të regjuna e që nuk kanë as vlera ushqyese, as një shije, as gjë. Po shikoja mbrëm që po debatoshin edhe Klodi thoshte mashtruese, kjo që thoshte ti më ke dhënë shpresa, flasin për ndërrime fe që mund ta bënte Eliona për tu lidhur me Klodin, pra raporti i tyre edhe pse ka ushqyer lojën e të dyve në Big Brother, ka qenë një raport i mërzitshëm, i përsëritur dhe pa asnjë lloj konteksti dhe pa asnjë lloj mesazhi, se ndërkohë tjetri potencion që ka të dashurën jashtë me këtë lojën për mua në Big Brother, duhet një herë mirë ta kuptojnë ata që do të futen në edicionet e tjera, që nëse e kanë ndarë mendjen për të bërë një lojë Big Brother i love story, duhet ta bëjnë edhe të mos mbahen kështu si enjoy të prekas të preke më prekjes të putha. I kemi parë dhe në edicionin e shkuar Driloni me Sarën, sërish e njëjta gjë dhe Big Brother i Kosovës duhet të ndryshojë strategji që të zgjedhë lojtar të guximshëm dhe ata që e duan lojën dhe që shpërfaqen në të gjitha ngjyrat. Sa i takon podit, siç e ka shikoj që do të jenë në finale Londrimi dhe Eliona, dhe padyshim duhet ta fitoj Londrimi, jo vetëm që është bërë viral, jo vetëm që ka shkuar tek çdo njeri që edhe ndoshta ku nuk e ndjek Big Brotherin, do t'i dali një video, do t'i dali një reels dhe do ta marrë atë energjinë të një djali si Seceka që ka ardhur në këtë Big Brother me këmbët e tija, pa histori nga jashtë, pa viktimizime, pa drama, duke ruajtur dinjitetin, duke bërë debate të shëndetshme, duke krijuar treshin për sheshin që do të mbahet mend. Për herë të parë në një edicion të Big Brotherit që ndodh që 3 shok, 3 njerëz të afërt që nuk janë kundërshtar, le të themi të drejt për drejt me njëri tjetrin, të shkojnë në finale, dhe kjo është një arritje që tregon që rinia, edhe kur janë në një lojë, edhe kur janë pjesë e një sfide, duhet ta kenë atë empatinë dhe mbrojtjen ndaj njëri tjetrit, edhe pse gara Big Brotherit në një farë mënyre nuk kërkon mëshirë, por kërkon një lloj guximi edhe një lloj vendosmërie
për të arritur objektivat dhe qëllimet që ke, por për sa kohë e ka bërë, meritat duhet t'ia japim lëndrimit që e krijoi dhe e mbajti në të gjithë strofullën e tij këtë tresh për shesh. Besoj që Big Brotherit të Kosovës, ndryshe nga 3 edicionet e shkuara, i duhet edhe një showman për ta mbajtur markën dhe për ta përfaqësuar sa më denjësisht Kosovën, qoftë edhe në aktivitetet që lëndrimi do të mbajë si artist, por edhe për ta parë aktiv në ekran, për ta parë aktiv në jetën publike, por edhe në jetën e showbizit, në jetën e ekranit. Pra ai është një paket, nëse do ta shikojmë në atë aspekt, sigurisht ai ka këndimin, kërcimin, ka të adrenalinën, është aktor, i ka të gjitha, le të themi, parametrat për të kthyer në një popstar, në një yll të ekranit në Kosovë, gjë që deri më tani tre fituesit e shkuar, Stresi, Lumbardi edhe Driloni, nuk kanë arritur që ta mbajnë audiencën kravetes, edhe pse Lumbardi ka tentuar dhe në anën politike, tani edhe me aktrimin që të ketë, le të themi, aktivizim në ekran, por sidoqoftë nuk është në parametrat siç është lëndrimi që ka mbështetje masive. Unë kam parë artist, kam parë këngëtar, kam parë personazhe qoftë në Shqipëri, në Kosovë, në diasporë, edhe për te trojve shqiptare që japin një suport dhe një mbështetje, e kanë marrë atë energjinë e bukur që lëndrimi e ka dhënë në këtë Big Brother, që ka qenë paksa i degraduar me tensione apo dhe me drama të panevojshme, por në fund të ditës kanë ofruar edhe një lloj spektakli dhe ato dramat që janë bërë në kuadër të lojës në këtë Big Brother, por besoj që gjithë secili nga ne kur shikon një format, kur shikon dikë, do të mbaj mend, le të themi, gjërat më pozitive, ato ndjesitë dhe atë connection që ky djalë e ka dhe nuk e ka humbur dhe nuk e ka kërkuar me zor. Njerëzve ju ka shkuar me energjinë e tij, nuk ju ka shkuar me imponim, dhe të shkosh tek publiku siç ka shkuar Luizi, Gjesti, nuk është e lehtë, nuk shkojnë të gjithë dhe nuk e kanë të gjithë aftësinë për të qenë, le të themi, me këmbë në tokë, për të qenë vetvetja, për ta pranuar atë që je, për treguar ngjyrat e tua, duke mos pasur frikë nga një lloj paragjykimi. Artist je, nuk bëhesh. Edhe lëndrimi e ka treguar në këtë rrugtim të Big Brotherit që jo vetëm ka guxuar në veshje, ka guxuar në shfaqjen që ka bërë, se disa e komentojnë që vetëm kërcim ka bërë, jo, nuk ka bërë vetëm këtë, ka bërë që Big Brotherit të ketë një energji të mirë fal tij dhe që njerëzit ta mbështesin, ta shikojnë, është bërë viral në Brazil, se njerëzit ju pëlqen, le të themi, showmeni që ai është, patjetër edhe në Turqi ditët e fundit ka një lloj mbështetje edhe nga aktoria Demet Özdemir, që kjo tregon që edhe ti kur nuk kupton diçka, energjia e mirë, showmeni që ti je, padyshim shkon tek audienca e madhe. Dhe sonte, për ta mbyllur, duke ju falenderuar që keni ndjekur, keni bërë komente për gjatë këtij rrugtimi për herë të dytë që unë e bëj Troçmeredin në të dy formatet si vitin e shkuar dhe këtë vit në Big Brother Kosova, që fituesi duhet dhe e meriton patjetër të jetë lëndrimi. E nëse nuk e fiton, ai është i fituar, ka fituar zemrat e gjithëve, është kthyer në personin më viral këtë muajin e fundit, është kthyer në personazhin më të dashur ditët e fundit dhe është kthyer në të riun, në djalin që i ka fituar zemrat çdo brezi, gjikundi që ti të shkosh të pyes, padyshim që emrin e lëndrimit do ta thonë, kjo është fitore që jo të gjithë e harrojnë. Duke ju falenderuar, mos harroni t'i bëni subscribe edhe kanalit ton Koha Jon në YouTube.